Përpjekjet e shpëtimit në të gjithë Kolumbinë Perëndimore vazhduan në ditën e dytë të martën, ndërsa punojësit e emergjencës gërmuan nëpër ndërtesa të shembura dhe shtëpi të rrafshuara me spritjeve se numri të vdekurve nga tërmeti më i fuqishëm i vendit në dekada mund të rritet. Tërmeti me magnitudë 7.4 ballë të shkallës Richter goditi zemrën në kultivimin të kafes në Kolumbi herë të hënën, duke vrarë të paktën 164 persona. Ekipet e emergjencës të ndihmuara nga policia, ushtarët dhe vullnetarët punuan gjatë gjithë natës me eskavator dhe ndonjëherë me duar, duke kërkuar për të mbijetuar në renoja. Në Cali, vend me rreth 2.2 milion banor, të paktën 85 persona u vranë. 10 tëra ndërtesa u lanë të përkulura në mënyrë të pasigurt ose u shkatërruan plotësisht, duke detyruar banorët të dilnin në rrugë. Në Pereira, kryeqyteti i shtetit të goditur rënd të Risaraldes, autoritetet raportuan 66 të vdekur. Qyteti pësoi gjithashtu disa nga shkatrimet më të dukshme, me blloqe të tëra banimit të reduktuara në grumbull betoni dhe çeliku të përdredhur. Presidenti Abelardo de la Espriella, i cili mori pushtetin vetëm disa ditë më parë, tha se 35 persona vdiqën vetëm në Cali, ndërsa 188 rezultojnë të zhdukur. Sipas tij, 1000 anëtar të forcave të sigurisë do të vendosen në qytet deri në agim. Pas raportimeve për plaçkitje, Cali si dhe Pereira zbatuan shtetërrethimin të hënën në mbrëmje. Qëllimi ynë është të bashkëpunojmë në çdo mënyrë të nevojshme. Këtu nuk ka dallime apo ndarje ideologjike kur bëhet fjalë për mbrojtjen e popullit ton apo shfaqjen e solidaritetit, u tha presidenti gazetarëve. Katastrofa është krahasuar me një tërmet vdekje prurës të vitit 1999 që shkatërroi të njëjtin rajon të kultivimit të kafes, duke vrarë më shumë se 1000 njerëz, si dhe me tërmetet katastrofike që vranë më shumë se 6300 persona në Venezuelën fqinje në qershor.